Mira hektar laguna, parqe dhe kanale si dhe dhjetra bodrume e puseta, po dezinsektohen në qarkun e Fierit nga specialistët e shëndetit publik në të gjithë territorin e qarkut Fier. Synimi është vrasja e larvave dhe mushkonjave, ku më e rrezikshme është mushkonja tigër, e njohur si vektor i përhapjes së malarjes dhe etheve të Nilit. Puna për dezinsektimin ka nisur me monitorimin e vatrave të larvave që janë kryesisht parqet, laguna dhe kanalet vaditëse. Faza e dytë që ka nisur sot është hedhja e insekticidit biologjik për të asisuar larvat e mushkonjave në këto mjedise, por edhe në bodrume puseta. Zhvilluar procesin e dezinsektimit në qarkun e Fierit, është një proces i cili zhvillohet nga Njësia Vendore e Kujdesit Shëndetësor Fier, kryesisht në zonat legatinore bregdetare, në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe me operatorin ekonomik. Fokusi jon kryesor janë kanalet, pellgjet, lagunat, parqet, të cilat janë me ujë të indonuar dhe janë zona konkrete të cilët rriten larvat e mushkonjve, burim infeksioni. Zakonisht jemi në luftimin e mushkonjës tigër, e cila bën të përhapur, është vektor kryesor për përhapjen e sëmundjeve infektive. Për të luftuar këtë mushkonjë përdoren metoda të biologjike për ruajtjen e biodiversitetit në radhë të parë dhe pastaj për luftimin e larvave dhe mushkonjave. Zonat me sipërfaqe më të madhe ku po kryhen dezinsektimi janë Divjaka me 11 hektar parqe e lagunës, Semani dhe Darzeza me 3 hektar dhe Fieri me 1 hektar. Përveç parqeve dhe lagunave, po dezinsektohen edhe 13 hektar kanale dhe pellgje në të gjithë qarkun, si dhe qindra metra katror bodrume dhe puseta. Dezinsektimi është një proces që ka nisur në qershor dhe përfundon në fund të tetorit, një masë domosdoshme jo vetëm për mbrojtjen e shëndetit të pushuesve, por edhe të banorëve në Myzeqe, e njohur për problemet që shkaktonin mushkonjat në të kaluarën, si përhapjes të malarjes, një sëmundje e cila ka lënë pas trashëgiminë e anemisë mesdhetare në 90% të banorëve të Myzeqes.